Belkisa Beqi është vetëm 3 muajshe dhe tashmë gëzon shëndet të plotë. Ajo lindi me vrim në zemër dhe është operuar vetëm 6 ditëshe. Belkisa kishte vetëm 3 orë që kishte lindur, kur mjekët i thanë prindërve se ajo duhet të operohet. Për Jolanda Zeqon, maman e foshnjës, ishte dramatike kur mësoi mbi gjendjen shëndetësore, por që në fillim kishte besimin për kurim. Ne s'kishim provuar, s'kisha dëgjuar faktikisht. Me anë të doktoreshës këtu, doktoresh në Milës që erdhëm i bëm eko, na thanë kështu dhe na adresoi edhe për doktorin. Dhe fala asaj domethënë ne patëm shumë shpresë. Po inshallah jo, s'do ketë probleme ndoshta më mbrapa. Mjekja kardiopediatre Numila Kuneshka thot se ka 250 deri në 300 lindje në vit me problem në zemër dhe 8 prej tyre, si në rastin e Belkisës, kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale. Diagnoza që sapo pam është më e rrallë dhe shumë më e vështirë për të ndërhyrë. Dhe është për të theksuar që ndërhyrja është bërë brenda javës së parë të jetës të ky fëmijë. Ndërsa kardiokirurgu Altin Vreshti thot se problemet të tilla nuk kuptohen që në Shtatzani, madje shumë foshnjë kurohen për ftohje pa ditur diagnozën e vërtetë. Belkisa është pacientja më e vogël operuar ndonjëherë në Shqipëri.